mendoni takimin? Ne shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv, sepse edhe çunat janë të motivuar për të marrë fitore nesër. Sot do të niset ekipi, shpresoj për një udhëtim të këndshëm dhe nesër në stadion. Pra ju jeni shofer, por jeni edhe një tifoz I zjarrit I ekipit. Patjetër. Mbështes ekipin. Mbështes ekipin, njëkohësisht kam edhe unë ato pikëqënimet e mia që të kontribuoj dhe unë nga ana ime si shofer, njëkohësisht edhe për moralin e lojtarit. Pra ishin me shoferin legjendar të naftëtarit Artan Vrusho. Tifozin Alfred Azizi, pra jeni sot pra një nga tifozët e pakët naftari, pasi do t'jenë vetëm 10 tifoza, tribuna e stadiumit do t'jetë bosh se është dënuar fusha stadiumi I Ersekës, pra do t'jeni sot në ndjekjet e ekipit. Çfarë mendoni pra, si shpresa? Ne mendojmë që të marrim një rezultat pozitiv. Edhe me një pikë do të ishim të kënaqur? Edhe me një pikë do të ishim të kënaqur, por ne shpresojmë të marrim 3 pikë. Po. Se parë me zburimit leveve qikut, shkëm Në moment e ekipit do bimet nebësh dhe është rrequr në moment e ekipit që pason të polemika. dhe sport turbina është rrequr do shanë Jemi në qytetin e Ersekës, kemi mbaritur, pas disa orë, sot në 16 8 deri, kush ka motor skota e naftëtarit. Pra të nderuar teleshikues, ekipi ka mbërritur në stadion sot në 17. Shkënderuar teleshikues, jemi në stadionin Gramozit të Ersekës, ku pas pak do të fillojë takim ndërmjet Gramozit të naftëtarit sot në 2019, java e parë fazë 2, fillon faza e dytë, grupi I Qirinit ka udhëtuar të Ersekës për të ndjekur ndeshjen ndërmjet Gramozit të naftëtarit. Gazetarin e Ersekës, zotin Koço Lilo, pra Koço jeni rikthyer në Ersek, pra për të ndjekur ndeshjen naftarit, vazhdon tradita e ndeshjeve naftëtarit Gramozi, një traditë e cila ka filluar pas viteve 90. Pra sot është ndeshja e kthimit e fazës 2. Si mendoni? Në të parë uroj të dy ekipeve suksese gjatë fazës së dytë dhe të jetë një kampionat sa I mbar dhe një fair play për të gjithë ekipet e së dytë, pasi në karrierën e dytë dihet që ka patur shumë probleme, ku dhe Gramozi sot do të luajë me pa tifozërinë e tij për shkak të një dënimi të madh. Para Gramozi dhe Kuçova janë dy ekipe që me traditë në futbollin shqiptar, po gjendja e tyre për këtë sezon ka qenë tepër e dobët, ku duket dhe na vet klasifikim pa si të dy ekipet përmbajnë në vendin e fundit të klasifikimit, si Gramozi ashtu dhe ekipi I Kuçovës. Prandaj luftë e fortë sportive, po kërkoj që të bëhet një fair play, që të dy ekipet të marrin atë që meritojnë në fushë. Kërkoni një luftë fortë sportive, pra dëshira juaj është të fitojë Gramozi, por mbi gjithë të fitojë futbollin. Sigurisht, dëshira si çdo qytetar dhe unë dëshiroj që Gramozi të fitojë, por dëshira më e madhe ime është që të ketë një fair play në fushë dhe të fitojë ai që e meriton. Pasi Gramozi dhe Kuçova gjatë fazës së dytë në muajin janar pas kanë bërë ca përforcime që them se do të jetë një lojë tepër e mirë.
Po, faleminderit për promocimin. Pas pak do të ndihmim dhe pamjet e ndeshjes Gramozi Naftëtari. Faleminderit. Naftëtari për Gramozi.